Prioritet furnizimin me ujë 24/7, ujë të qasshëm dhe për të gjithë qytetarët, transformim urban qytetit me qarkullorën e jashtë qarkullorën e brenda, qytet i gjelbër dhe qytet urban. Parimet baze të qeverisë tonë do të jenë gjithëpërfshirja, transparenca dhe llogaridhënia. Programi ynë bazohet në analizën e gjendjes aktuale, në skanimin e gjendjes në terren, vlerësimin e programeve të zbatuara deri më tani, diskutimin me qytetarë, duke i përfshirë edhe nevojat e tyre. Programi ynë përmban 6 shtylla. Shtylla e parë është përmirësimi i rritjes së shërbimeve shëndetësore, të ofrojmë shërbime shëndetësore moderne të qasshme për të gjithë. Pika 2, arsim cilësor, gjithëpërfshirës dhe konkurrues, ku ne do të bëjmë depolitizimin e arsim, platforma digjitale, përmirësim kushteve, pilotim i mësimit gjithditor 4 qerë dhe një shkollë në Lipjan. Pika 3, infrastrukturë funksionale qëndrueshme, do të punojmë që të kemi me veçanti kemi prioritet furnizimin me ujë 24/7, ujë të qasshëm dhe për të gjithë qytetarët, transformim urban qytetit me qarkullorën e jashtë qarkullorën e brenda, qytet i gjelbër dhe qytet urban, zhvillimi lokal i qëndrueshëm, fuqizimi i bujqësisë dhe bujqësia do të kemi përmirësim të zhvillimit të ndërmarrësisë, inovacion, mbështetje për bizneset e vogla, gradë ndërmarrëse të rinj dhe fuqizimi i fermerëve dhe pjesëtarëve tjerë të bujqësisë, qoftë në agrikulturë, qoftë në çështje tjera. Në pikën e 5 kemi rini aktive, kulturë, sport për të gjithë. Në këtë pikë ne do të mundohemi që të bëjmë përmirësimin e kushteve dhe hapësirave publike që aktuale mungojnë, aktivitete kulturore, mbështetje për klubet sportive dhe një fokus të veçantë do ta kemi në turizmin lokal rural në zonat caktuara të komunës së Lipjanit. Një nga pikat e 6 është promovimi i punës vullnetare dhe pjesëmarrja e qytetarëve në qeverisje lokale. Kjo do të bëhet përveç angazhimit aktiv të qytetarëve në vendimarrje, angazhim aktiv i qytetarëve në krijimin dhe do të bëjmë krijimin e platformave vullnetarizmit, nismat komunitare, ku duke bazuar në këtë do të bëjmë çastin e qytetarëve në mbështetje të gjitha fushave të tona që janë, qoftë në shëndetësi, qoftë në arsim, qoftë në siguri, ku qytetari do të jetë në qendër, ne do të qeverismi për qytetarin e nuk do të jetë qytetari të punojë për kryetarin që ka qenë deri më tani.